Varrosja e muslimanit I cili nuk e ka fal namazin. Njëra prej problemeve që unë mendoj se pak kemi tu folna, edhe prej temave që I komendu në momentin që do mi për rastin me majt hutbe dikon në xhami. Çdo herë kur mi për rastin, domthonë mendoj gjatë kohë për temat që do flas, njëra prej temave që mendoj se ja vlen të veçohet me hutbe edhe të përsëritet pak më shpesh për xhallarët e tjerë është rëndësia dhe vlera e faljes së namazit. Për analizat që I bëjmë në jetës të komunitetit fetar musliman të na shqiptarët, e vërejmë sidomos te pjesat e fetarisë tradicionale, sikurse është Maqedonia, domethënë një pjesë e Kosovës, e vërejmë se kanë kënaqëri të madhe me Islamin si identitet të vetin, janë të guximshëm në mbrojtjen e Islamit, që janë tipare shumë shpesh dhënëse dhe tipare karakteristika burnore që duhet mi pas kush është musliman, duhet me kon krenar me fenë e tij. Jo do të thonë me kon anti dikujt, po thjesht duhet me kon krenar pse je musliman. Mirë po, te pjesa tradicionale fetare, te këta njerëz që kanë krenarinë dhe guximin me u identifikuar me Islamin, kur vjen puna e namazit e shef se çalojnë ata. Për shembull, ndodh që ti flet për Islamin edhe për krenarinë me Islamin edhe vjen thirrë zoni I drekës apo I qenis, edhe ti shkon me morabdes më fal, ata që bëshin mohabet për edhe kundër islamofobisë nuk çon më fal. Po. Themi o vllavi jam, po këtë ki mohabet nuk bën dobi si mos falësh. Se namazi është më I madh se sa, domethënë ajo krenari jote me identitetin tan islam. Kjo është shumë gjë e mirë që ti e bën, ama kjo është më e madhe te Allahu. Edhe një çështje tjetër që njerëzit për shembull e kanë keq kuptuar ose është keq interpretuar se kur ti je në punë, s'ke nevojë më fal si mos kesh kushte. Kushtimisht po them se sipas atyve kushte, e ban kur shkosh te shtëpia mas I qenie I fal këtë namazet, domthon, edhe drekën, edhe I qenin, edhe akshamin, kot akshamin. Edhe kjo ka dëmtuar shumë namazin, na duhet me qenë shumë të qartë edhe ta përsërisim vazhdimisht se inna salate kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Ashtu siç thot Allahu I Madhëshëm, namazi është obligim për besimtarët në kohën e caktuar. Do të mu fal namazin kohën e vet. Nuk guxojmë na me fal namazin para kohë e as me vonu mas kohë. Çdo namaz duhet falet kohën e vet. Edhe çdo namaz e ka caktuar kohën e vet. Namazi sabahut e ka caktuar kohën e vet. Prej agimit të mëngjesit deri lindjen e diellit. Dreka e ka kohën e caktuar prej kalimin e diellit nga zeniti derisa të bëhet hija objekt sa vet objekti. I qinia njëjtë sa të bëhet hija objekt sa vet objekti deri në perëndimin e diellit. Akshami si të perëndon dielli derisa të errësohet qielli. Yatsia si të errësohet qielli deri në mesnatë ose në sabah. Varrosja kohë që duhet mu respektu. Absolut. Edhe një besimtar, domethënë I cili don me qenë besimtar tamam, duhet me një gati namazit në këtë formë. Edhe andaj na kemi përmend se duhet ta mendoje njeriu që vdes e shkon te Allah pa namaz, vdekën shumë pse se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjëja e parë për të cilën ka më dhënë llogari njeriu ditën e llogarisë ka më qenë namazi. Gjëja e parë për cilën ka më dhënë llogari ka më qenë namazi. Dhe në momentin që vendoset I vdekuri në varr dhe mbulohet kufoma e tij, gjenaze e tij me ponice që themi na me drasa, aty I bëhet terr. E namazi është dritë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nur, se namazi është dritë. E namazi ka më ndriçuar jetën atij atëherë kur s'ka më pas dritë tjetër përveç dritës së namazit. E nëse ai s'u ka fal, ka më pas vështirë në varr. Ka më pas vështirë në fundin e jetës tij, të dhon shpirtin. Ka më pas vështirë në varr dhe ka më pas vështirë kur ringjallet sepse puna e parë që ka më dhënë është namazi. Se ti aty do shton ti atë kemi pas edhe më vështirë. Edhe andaj na e shfrytëzojmë rastin me këshillu të gjithë besimtarët që mas shahadetit t'i rinë gati namazit dhe t'i japin besë Allahut, pastaj edhe të bindin vetveten se nuk duhet me lën asnjë namaz me ik nga koha e vet. Por çdo namaz me fol kohën e vet. Ko që ka mos një pyetje kështu direkte. Po. Nëse një person e vendos pis sot ka me fol namazin deri në vdekje, asnjë namaz nuk e lën. Ky person a hin xhenet, po Sigurisht, ose jo? Sigurisht hin xhenet. Po. Kush e ka namazin të rregullt, hin xhenet. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka garantuar xhenetin atij njeriu që është I kujdesshëm për namazin e tij. Allahu Edhe s'ka dyshim se besimtari që fol namazin hin xhenet. E tash nëse ka bën mëkate të tjera të mëdha, ai ka mu dënu për to. Ama fundi I tij ka qenë xheneti sigurisht.
pa asnjë dyshimi.